Kja është të thonë, njerëzia kanë shefa, që dikush e ka shefin me titull kampionit botës, me të Evropës, me Ligë Kampionëve, me të Spanjës, me të Anglisë, me... Pa. Fiks ashtu. Po nina shumë mirë, mas pari faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi me kohën pjesë e emisionit tënd. Edhe po besoj që kam kohën intervistë shumë e mirë. Lajmi më i mirë besoj është leja që ke marrë nga Federata Katalunase për angazhimin tënd si futbollist në Spanjë. Fiks. Javën e fundit e kom pasur debutimin që jam shumë i lumtur me gjeneratën 19. I kom luajt 40 minuta, ka qenë një lojë shumë e mirë, edhe jam një shumë i lumtur që shumë kam prit me gjithçka, edhe sidomos me lejen që e kom marrë atëherë. Ka shpejt u kon diçka fantastike. Një 17 vjeçar që debërton në futbollin spanjoll nga Kosova definitivisht është krenari. Po e bën më interesant faktin nga bregu i diellit tashmë je pjesë e ekipit ku pronar është Gerard Piqueja. Po fiks. Qashtu, domethënë Gerard Piqueja është pronar. E dim krejt se çfarë lojtari ka qenë dhe çfarë influencë ka në futbollin spanjoll, edhe me qenë në ekipin e tij, në akademinë e tij, është diçka fantastike ku kam mënimu shumë për më ngritë si sportist, si njeri dhe si gjithçka. A keni pas mundësi si futbollist Gert me taku? A vjen te ju me ju pa? A vjen në klub? Po, i kom pyet që kanë thonë që vjen, nuk vjen shpesh, po vjen këtu në Manresa, vjen kur kemi këtu ndonjë lojë, ndonjë organizim, ndonjë takim që e bojnë me lojtar menaxhmenti, atëherë vjen. Po, kështu që po besoj kam memro rosti me taku edhe ato. A të ka pëlqyer Barcelona si ekip, apo i ki preferenca tjera sa për këtë futbollit? Me të kallzu drejtën preferencë kam Real Madridin gjithmonë po. Po. Me të kallzu drejtën po, edhe Barcelona e dim krejt që është një pjesë ekipe më të mira në botë dhe normal që jam i lumtur. Absolutisht profesionist në çdo aspekt. Qysh tu ka duk si përvojë fillimisht? Qysh ka prit trajneri, bashkëlojtarët? Po, patjetër. Po, gjithçka u kon fantastike. Pe ditës që kom rritë, domethënë tonë Manresa, organizimi u kon super, si këtu te rezidenca që jam, si kur te fusha kur jam shku në servitje, me njoftimi me lojtarët, kanë bu më një shumë si në shpe, më kanë afru edhe unë jam një shumë mirë me ta, edhe pastaj në servitje, normal me trajnerin, me stafin, gjithçka u kon fantastike, sidomos edhe me stafin edhe me krejt këtu që janë në klub, edhe në rezidencë. Domethënë çdo sem po shkon shumë mirë. Gjithashtu kom marrë edhe ftesë 2 herë prej Andorra B, prej trajnerit U23-shave, kom ushtru edhe me ta 2 herë, edhe po besoj që prap kam me marrë rosti me ushtru me ta prap, edhe po ashtu kom luajt edhe me U19 siç e kam më herët. E kom pas fatin me marrë lejen shumë shpejt, për 2 javë se mu ka bugati edhe ja kom startu me luajt shumë shpejt, kështu që jam shumë i lumtur. A kam pas Gert këtë ceremoninë që e bojnë kur vijnë futbollistat e rinë ekip që vendosin mi tavolinë me këndu? Jo, nuk e kam pas to, po u kon pritja shumë e mirë. Kjo s'm ka ro me ma bo alo, po nashta e bojnë. Po garant, se tash mas e zhvillon disa ndeshje sigurisht se s'pështon për asaj. Po a ke menu kongën që ki me knu? Jo, alo. Alo me e menoj. Një futbollist që vjen nga Kosova, a janë interesu me të pyet nga vjen cili vend, a janë interesu për vendin e prejardhjes deri tash? Po, janë interesu shumë, edhe unë kom tregu që kom luajt atje me Prishtinën, ju kom tregu qysh kom evalu si futbollist, si sportist, edhe e njohin Kosovën, vesin për Kosovën, vesin çysh është kualiteti atje, ju intereson shumë, edhe unë ju kom tregu, edhe janë tepër njerëz mirë që interesohen edhe për kultura tjera. Është shumë e rëndësishme Gerti për faktin që në këtë rast e hap rrugën edhe për futbollistë të ri, pasi interesimi që bëjnë për vendin, sigurisht e bëjnë edhe për talent, edhe për futbollistë që janë si ti. Shumë e vërtet. Po më intereson me ditë pak a shumë dallimin mes kësaj ku ke qenë këtu në Kosovë të futbollit të U19 të Prishtina dhe dallimin tash me atë spanjoll. Sa ka diferencë? Po, diferenca është e madhe, domethënë aspektin, më shumë në aspektin e servitjeve janë më intensive, edhe në aspektin e lojës. Loja shumë më e shpejt, më intensive, taktikat e trajnerave që japin këtu është loja shumë më e shpejt sa në Kosovë. Ndërsa për aspektin fizik, unë mendoj që është e njëjtë.
Domethënë sikur në Kosovë, sikur këtu aspekti fizik është i njëjtë. Ka shumë futbollistë në Kosovë që janë fizikisht shumë mirë, po vetë se intensiteti këtu është pak më i lartë se dihet që futbolli spanjoll lyp lojë më shumë për tokë se sa me topa gjatë, për atë arsye dhe topi livrit më shpejt. Çush e vlerëson çush e vlerëson periudhën te skuadra Prishtinës? Te periudhën të skuadra Prishtinës e vlerësoj shumë mirë, aty jam qenë për 4 vite e gjys. Më ka rënë me punu 4 vjet me trajnerin Jetën Berisha, cilin e falenderoj shumë për gjithçka. Është një trajner fantastik. Vitin e kaluar na shkoll kampion me to në gjeneratën U17 Superliga, ku kom qenë gollshenuesi më i mirë i Prishtinës. Dhe gjithashtu gollshenuesi më i mirë kom qenë edhe me U15, po aty s'kemi mujt më shkoll kampion, po me U17 jemi shkoll, e falenderoj shumë trajnerin Jeton. U konë periudhë shumë e mirë Prishtinë, gjithçka u konë fantastike. Jam rrit shumë si sportist, si futbollist. Gjithçka ka qenë shumë mirë, pritja, domethënë pse që më shkolla aty më kanë prit shumë mirë. 4 vjet e gjys nuk jam pak, kështu që i falenderoj krejt Prishtinën për gjithçka që kanë bërë për mua, edhe veç uroj suksese edhe fat në të ardhmen. Në karrierën prej futbollistit ke filluar me eksploru shumë herët. E ke provu me prova fillimisht në Kroaci, nëse nuk gaboj. Po, jam qenë në Rudesh, në Kroaci. Pastaj pas Kroacisë jam qenë në Kortesa për Osasuna, pas Osasunës Mallorca dhe me një scout që është spanjoll, pastaj më ka ardhur rasti për Andorra me nënshkru 6 muaj. Çush ka qenë periudha te Osasuna dhe posaçërisht te Mallorca? Patjetër, te Osasuna u kon për mendimin tim periudha më e mirë që e kom pas në herë. 3 javë më e mirë që e kom pas. Çdo sen nuk kom perfekt, aty kom ushtruar me U19, gjeneratën 2007-2008. Jam vlerësuar pe 5 trajnerëve që e kanë UEFA Pro, që është licenca më e madhe që mund të më pasni trajner. Edhe më kam vlerësuar me një notë shumë të mirë, me një mesatare shumë të mirë, më kam vlerësuar në çdo aspekt, si në aspektin teknik, si në aspektin fizik, në çdo aspekt, domethënë, edhe u kon diçka fantastike që më ka hapur pastaj edhe me vazhdu tutje te Mallorca. Te Mallorca u kon edhe aty eksperiencë mirë, edhe pse kom nejt më pak, u kon qëndrimi në javor, prap aty kom ushtruar me 2007-2008 me gjeneratën e cila garon në Juvenil A, që garon në Division de Honor, që është në niveli, domethënë liga më e lartë e U19 futbollit spanjoll. A ke pas rast me taku Vedat Muriqin gjatë asaj periudhe? Po, kemi kontaktu me Muriqin, po fatkeqësisht nuk kena mujt me taku. Fatkeqësisht. Për ndryshe, kisha pas qef me marrë një vlerësim tondin për Vedat Muriqin, mesin e dy futbollistëve, 2 golashenuesve më të mirë në La Ligën spanjolle. Besoj është shumë e vështirë me arrit. Është shumë e vështirë, po me punë gjithçka arrihet. Muriqi është shembull shumë i mirë për krejt neve sportistat e rinj që nuk u dorëzu kurrë, edhe pse na e dim që Muriqi vjet për shembull që i ka mëne u kon të luajë në Shqipëri, mos gaboj. Po. Po punë me punë, atëherë ka arrit edhe po garon me top gollashenuesin që është Kylian Mbappé, që e dim që është një prej futbollistëve më të mirë në botë për momentin. Është diçka fantastike, po me punë e ka arrit edhe do të më marr shembull krejt. A ja adaptu me jetën spanjolle? Po, jam adaptu. Pak a shumë është e ngjashme si jeta jonë, janë shumë njerëz të ngjashëm, janë shumë ngjashëm, shumë komunikativ, shumë presin mirë edhe jam adaptu tepër. Tepër mirë jam adaptu. A ato ka përshtat ushqimi, a keni preferencë? A ka filluar të pëlqej ushqimi atje? Ushqimi është i mirë shumë, na e kena më të mirë me të kallëzu drejt, po edhe këtu është shumë i mirë. Është i ngjashëm pak a. Cila mbeten ai preferencë që e kam është paella këtu, paella thirrët, është kvalitet, goxha më pëlqen. Cilat mbeten tash planet e tua? Ku e ki fokusin? Po, fokusi jam kryesor është këtu, domethënë në FC Andorra, që me pas një sezon fantastik, veç jam kyç me lujt, edhe ja kom qit synimet vetës që do të është një mundësi shumë e mirë për me depërtu hala më lart. Kështu që me punë jem të punu, jem të ushtru çdo ditë, ka 2 herë në ditë, jem të shku, domethënë 2 herë në ditë, domethënë gjatë javës ushtrojna me ekip normal mas dite, por e ushtroj edhe 2 herë në ditë fitness, edhe 2 herë në ditë ushtrime private me trajnerin e U23-shave. Pa, fantastika. Probleme me gjuhën spanjolle, a ke filluar me mësu gjuhën? Hajlos ja kom nis me mësu, shumë shpejt kom ja fillu, po nuk po kam problem.
nuk po kam problem, për shkak se stërvitjet për shembull diçka që s'po kuptoj më njëherë pe pyes ndaj bashkëlojtarë dhe më njëherë ma përkthejnë se çka po thotë dhe nuk është që është aq e vështirë. Trajneri e din gjuhën angleze, si trajneri u 23-sha kur po shkoj te ata me ushtru, si trajneri u 19-sha e dinte dy gjuhën dhe çka do shikom ndaj pakjarsi, atëherë ma shpjegoj më njëherë. Nuk ka që po kam problem shumë të madh. Edhe për fund, i rin mosh, jashtë duke ushtru profesionin tënd me sportin që don mas shumti, po çka të mungon mas shumti prej Kosovës? Prej Prishtinës më saktë. Normal, mungon familja, shoqënia, normal të senet që janë bos. Diçka tjetër normal, jeta aty është më ndryshe se aty kom jetu të në kohën, edhe këtu jo më adaptu mirë, po normal që vynë hala ko për më adaptu si atje. Po ma shumë mungon familja dhe shoqënia. E shfrytëzoj edhe rosi me i përshëndet këtë shokët dhe këtë familjarët e mi. Veç ati do shta me përshëndet edhe bovin tem që është supertusi e maj madh, edhe që sunol kur, edhe që bashk kena me shku alo manal. A të ka ofru kombëtarja Kosovës? Po, kom pas ses për kombëtarës, me U17 vitin e kalum në muin maj, në mëllimin që kom pas ses, që tashti po shpresoj që apet e marrë ftesën për grumbullimin që bëhet mars më zgabofsha. Me U17. Qysh është ndjenja me ardh ftesa për kombëtarës? Është ndjenjë fantastike, normal kombëtarja është në zemë, domethënë secili lojtar që lun, secili lojtar ka shef me përfasu kombëtarën e vet. Normal që është ndjenjë shumë e mirë dhe unë jam shumë i lumtur që jam i Kosovës dhe jam shumë i lumtur me përfasu kombëtarën tim. Me kam zemër. Faleminderit shumë Gerti që je konsonte me neve, ne të urojmë shumë fat fillimisht, shumë shëndet, edhe pastaj besoj edhe suksesi vjen. Gjithçysh, faleminderit shumë edhe për juve, edhe suksesin e emisionit jeni fantastik. Faleminderit shumë, të falja, ciao. Të falja pikes, ej. Faleminderit, kur faleminderit. Ciao, ciao. Faleminderit shumë.